Nëse njeriut I del gjumi natën, këra me flejt po, duke flejt del gjumi, dhe pastaj e vazhdon gjumin përsëri. Nëse del gjumi natën, këtu e ki një mundësi, dhe e ki një shans që ki mundësi me shfrytzu. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush bjen me flejt, dhe I del gjumi natën, pa plan, pa alarm, pa kur gjo, pa nevoj, I del gjumi natën, le të thot, la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pastaj le të thot, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. E pastaj le të ban dua dhe le të thot, o Zot mi fal gjunahet, apo le të ban çfarë do duaje, Allahu ja pranon atë, ose le të qot falet, Allahu ja pranon namazin e ti. A kjo është një shans dhe një mundësi që në këtë rast duaja pranohet. Namazi nëse falesh, namazi pranohet, në gjithë falemi. A ne falim namazin, a kemi garancë që namazi jonë është I pranum? A s'kemi garancë, ne shpresojmë që Allah të ne pranon namazin, po a jemi të sigurt? Nuk kemi të sigurt, është një rast që ka siguri dhe garancë. Nëse falesh, Allah ta pranon. Nëse bën dua, Allah ta pranon. Nëse del gjumi natën, nëse të ka dal gjumi natën, jo mas namazit sabahut, natën nëse del gjumi dhe bën dua, Allahun këtë rast e pranon duan e besimtarit. Para pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson dhe thot, njeriu kur të zgjohet nga gjumi, duhet ta përmend Allah, të ban bismillah së pak. E nëse dëshiron me ditë se cili janë suneti pejgamberit Allahut dhe çfarë të thot njeriu kur të zgjohet pi gjumit, qoftë edhe nëse ka për qëllim të zgjohet, apo nëse gjatë gjumit rrotullohet në krahun e tjetër dhe I del gjumi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse njeriu I del gjumi dhe rrotullohet në krahun tjetër dhe përmend Allahun azza wa jall dhe I lutet Allahut, Allahu në qatë kohë ja pranon lutjen e tij. Pra çfarë lutje ne të bojmë nëse rrotullohemi? Ka në hadith pejgamberit Allahut që I ka thonë, nëse thot la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Tha nëse I drejtohet Allahut pastaj me lutje, Allahu azza wa jall lutjen e tij e ndëgjon. Kërkesën e tij Allahu azza wa jall e pranon. Pra rastësisht nëse gjatë gjumit na del gjumi dhe vendosmi që të kthehemi në krahun tjetër, është mirë që besimtarin këtë rast ta përmend Allahun dhe të kërkon prej Allahut azza wa jall çfarë I nevojitet. Dhe ka një transmetim që thot edhe nëse lutet që Allahu t'ja fal gabimet, Allahu ja fal. Ndërsa nëse vendos ai të ngritet nga shtrati. Dhe kjo është më e pëlqishme dhe më e mira, që njeriu të zgjohet nga shtrati I tij dhe të merr abdes. Dhe spaku t'i fal direqat namaz, qofshin ato direqat namaz të shkurtëra, siç pejgamberi Allahut e fillonte me direqat të lehta apo të shkurta namazin e natës, dhe nta lexonte elhamin Qul ya ayyuhal kafirun dhe Qul huwallahu ahad. Me këtë e përbyllte natën dhe me këtë e qelte pejgamberi Allahut gjithashtu namazin e natës.
Pra kur e falte vitr, lexon te kul ya ayyuhal kafirun dhe kul huwallahu ahad. Dhe e mbyll të natën me tauhid, me besim. Dhe hap të natën gjithashtu me distancim nga besimet dhe adhurimet e tjerëve, dhe me tauhid, me besim, me kul huwallahu ahad. Pra nëse njeriu zgjohet nga shtratë, ulet në shtratin e tij dhe thot këtë lutje siç ka ardhur në hadith të pejgamberit Allahut: Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Falënderimi takon Allahut i cili na ringjalli pasi që ishmi të vdekur dhe grumbullimi dhe tobimi do të bëhet tek ai. A nuk ishmi disa qaste përpara të vdekur? Kush është ai i cili ta kthej shpirtin, ta mundsoj të ringjallesh edhe një herë? Është Allah. Pra thonte pejgamberi Allahut se gjumi është motra apo vllau i vdekjes. Disa vdesin apo bin në gjumë dhe nuk zgjohen vetëm në ahiret. E disa bin këtë dunja dhe Allahu ja mundson sërish të rikthehen. Pra atë Allahu meriton me i thonë: falënderimi të takon vetëm ti, o Zot, i cili na ringjalle pasi që ishmi të vdekur dhe s'ka dyshim se një ditë do të rikthehemi te ty. Apo të thot: Elhamdulillahi alladhi afani fi jasadi. Falënderojmë Allahun i cili na shëroi në trupin ton. Wa radda alayhi ruhi wa adhina li bi dhikri. Dhe falënderojmë Allahun i cili na i rikthei shpirtrat dhe na mundsoi që ta përmendmi Allah. Pra nëse i thua Allahut Azza wa Jall në këtë formë, e ke zbatuar një sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një pyetje thot: çfarë preferohet që besimtari apo njeriu të bën nëse i del gjumi gjatë natës? Besimtarit apo njeriut nëse i del gjumi gjatë natës, preferohet që ta thot një dhikr, një përmendje të Allahut subhanahu wa taala, dhe ka një vlerë të madhe. Që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Zakonisht ne kur qohemi natën, kur na del gjumi, e marrim telefonin, e hapim Facebook-un, e hapim Instagram-un, e hapim TikTok-un. Mirë po unë do t'i mësoj për diçka ma me vlerë, dhe kam me mësu një udhëzim profetik. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith që e transmeton Ubadet ibn Samit radhiyallahu ta'ala, dhe këtë hadith e transmeton Imam Bukhariu rahimahullahu ta'ala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man ta'arra min al-layl faqala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah." Thumma qala: "Allahumma ighfir li", aw da'a istujiba lahu, fa in tawadda'a wa salla qubilat salatuhu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kur dikush zgjohet gjatë natës dhe i del gjumi, e pastaj thot: nuk ka të adhuruar tjetër me merit posa Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili nuk ka orta. Lahul mulku wa lahul hamd, ati i takon fundimi dhe ati i takon falënderimi. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala është i aftë dhe i fortë shpësim. Pastaj thot: Alhamdulillah, falënderimi takon Allahut azza wa jalla. Wa subhanallah, dhe i lartësuar dhe i patëmeta
qoftë Allahu azza wa jalla. Pastaj thot wala ilaha illa Allah. Nuk ka të adhuruar tjetër me merit posa Allahut azza wa jalla. Wallahu akbar, dhe Allahu azza wa jalla është më i madhi. Wala hawla wala quwwata illa billah, dhe nuk ka ndryshim dhe nuk ka fort pa lejen e Allahut azza wa jalla, vetëm me lejen e Allahut azza wa jalla. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghfirli, o Zot më fal. Ose thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutet, sa do lutje që au da'a, ose e bën ndonjë lutje, thot o Zot, ma përforco zemrën time në besim. O Zot, udhëzoj familjen time, e vllakët e mi, bëj prej të dashurve të tu, bëj prej djetarëve, bëj për njerëzve të mirë, bëj bijat e mia sikurse vajzat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikurse gratë e sahabëve, shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, istujiba lahu, Allahu azza wa jalla do t'ja pranon lutjen. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo është puna tjetër që ne duhet ta bëjmë pasi që të zgjohemi, sunet është me përmend Allahun azza wa jalla, me fshi gjumë për siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot me marr abdes. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa in tawadda, nëse ky merr abdes dhe falet, qubilat salatuhu, do t'i pranohet namazi. Allahu akbar. Çfarë hadith madhështor. Sa prej neve e neglizhojmë këtë hadith. As nuk e dim, jo që e neglizhojmë, por shumica dhe ndoshta edhe nuk e dim, e jo më me e praktiku. Andaj prej sonte nisja dhe futem në praktik këtë hadith të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, me shpresë se do të kesh dobi në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu e di më mirë.